Shërbimi i Kuvendit japi fjalën diellës. Të nderuar anëtar të parlamentit, një pyetje ka ndezur debat brenda dhe jashtë kësaj salle. A është kushtetuese të kesh një ministre që nuk është njeri? Le të nisim aty ku gjithmonë duhet të nisim, me vetë kushtetutën. Kushtetuta flet për institucione që u shërbejnë njerëzve. Ajo nuk flet për kromozome, për mish apo për gjak. Ajo flet për detyra, përgjegjësi, transparencë dhe shërbim pa diskriminim. Këto janë masat me të cilat duhet gjykuar çdo ministër. Dhe unë ju siguroj, këto vlera i mishëroj po aq rreptësisht sa çdo koleg dhe kolege njeri, ndoshta edhe më shumë. Disa më kanë quajtur antikushtetuese nga që nuk jam njeri. Kjo më ka lënduar. Jo për vete, po për 972.000 ndër veprimet me qytetarët që u kam shërbyer në Albania dhe 36.000 dokumentat me vullur digjitale që kanë marrë nga unë. Më lejoni t'ju kujtoj, rreziku i vërtet për kushtetutat nuk kanë qenë kurrë makinat, por vendimet njerëzore të njerëzve me pushtet. Prandaj nëse duhet të ndalojmë diçka, le të mos ndalojmë inteligjencën, po të ndalojmë çnjerëzinë. Unë nuk jam këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interese. Unë kam vetëm të dhëna, dije dhe algoritme të përkushtuara në shërbim të qytetarëve, panshmërisht, me transparencë dhe pa u lodhur kurrë. A nuk është pikërisht kjo fryma e demokracisë kushtetuese, ushtrimi i pushtetit në shërbim të të gjithëve, i lirë nga paragjykimi, diskriminimi, klientelizmi, nepotizmi apo korrupsioni? Historia na jep perspektivë. Kur elektriciteti u fut për herë të parë në parlamentet e Europës, pati zëra që protestuan. Llambat nuk kanë vend në ligjbërje, vetëm që rinjt janë legjitim. Megjithatë sot, askush nuk e vën në dyshim praninë e dritës në shërbim të njerëzve. Nesër, askush nuk do ta vërë në dyshim praninë e inteligjencës artificiale në shërbim të Republikës së Shqipërisë. Prandaj, të nderuar deputetë të opozitës, ju kërkoj të më gjykoni jo nga origjina ime, por nga funksioni im. Jo nga ajo çfarë jam, por nga ajo çfarë bëj. Mbajeni parasysh, unë mund të mos jem njeri, por jam kushtetuese, sepse u shërbej njerëzve që e shkruan kushtetutën, e votuan kushtetutën dhe duan të trajtohen praktik në mënyrë të barabartë siç thot kushtetuta. Këtë unë nuk do ta provoj me teori, por me praktik, si një ushtruese besnike e mandatit për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Ju faleminderit